Dy pasuri me vlerë 200.000 euro në pronësi të shtetasve Pajtim Braçaj dhe Gjino Shkëlqim Leshaj janë sekuestruar në kuadër të operacionit të koduar Burimi. Për këtë operacion u ekzekutua vendimi i gjykatës së Tiranës për sekuestrime e një apartamenti në Selit dhe një garazh në Selit të vogël. 63 vjeçari Braçaj është dënuar në Shqipëri për trafikim të lëndëve narkotike, ndërsa 44 vjeçari Leshaj është i dënuar në Itali për trafikim të lëndëve narkotike. Pajtim Braçaj ishte një nga 7 personat arrestuar pas zbulimit të laboratorit të drogës më 17 tetor 2015 në zonën e Ish-Kënetës në Durrës dhe sekuestrimit të 700 kg kanabis. Braçaj dyshohej se transportonte drogë nga Kruja deri tek laboratori në Durrës. Policia e Durrësit zbuloi laboratorin në një aksion të përbashkët me policinë e Tiranës, Shkodrës dhe Ish-Prokurorinë e Krimeve të Rënda në kuadër të operacionit të koduar Koordinata. Vlera e kanabisit mund të kapte vlerën e 1 milion eurove.